Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për gjendjen e sigurisë në komunën e Çajirit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo është ndruar në një vend të rrezikshëm për të jetuar dhe për të rritur fëmijët, siç thot, pasi qytetarët marrin kërcënime të drejtpërdrejta për jetën nga kaosi urban. Kërcënimi i jetës së fëmijëve është një vije kuqe. Andaj kërkojmë menjëherë të ndërhyjnë institucione kompetente dhe të parandalojnë një tragjedi të mundshme. Njëkohësisht të mbajnë edhe përgjegjës të gjithë ata persona që e kanë lejuar këtë gjendje alarmante. BDI tha se kjo situatë në Çajir është rezultati i neglizhencës së kryetarit komunës që, siç thot, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie. Kjo situatë është rezultati drejt për drejt i neglizhencës së kryetarit të komunës Visar Ganiut, i cili në vend që të kujdeset për sigurinë e banorëve, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie që ka ndaj tyre. Qytetarët tashmë atë po e kërkojnë tek njerëzit e humbur, për shkak se ai dhe klika që e kontrollon atë e kanë shndruar Çajirin në një komunë të pamenaxhueshme përmes korrupsionit masiv dhe shpërfilljes totale që kanë ndaj problemeve të përditshme të qytetarëve. Deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti Evropian konfirmon se do të hapë zyrën rajonale me Selin në Shqipëri. Ajo ka për qëllim forcimin e mëtejshëm të angazhimit në Ballkanin Perëndimor. Në kontekstin e tensioneve të rritura gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të Bashkimit Evropian, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbesë një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Parlamenti Evropian. Ajo do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e parlamentit veçanërisht në lidhje me pranimin në BE dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Hapja e zyrës gjithashtu do të shërbejë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputentët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të Bashkimit Evropian në terren dhe me organizata ndërkombëtare si dhe të shoqërisë civile. Kosova u jep mundësinë shtetasve të saj që deri dje kanë qenë të regjistruar në Gjermani si emigrant nga Serbia, të regjistrohen si shtetas Kosovës. Përmes rrjeteve sociale, ambasadori i Kosovës në Gjermani, Faruk Ajeti, deklaroi se ata mund të drejtohen organeve kompetente gjermane dhe të kërkojnë që në kategorinë e shtetësisë të largohet njëherë përgjithmonë shtetësia e Serbisë. Duhet të kërkoni që në kategorinë e shtetësisë së dokumentacionit përkatës të largohet njëherë përgjithmonë shtetësia e Serbisë. Për informacione shtesë, lutim qytetarët e Kosovës të kontaktojnë ambasadën tonë në Berlin apo misionin më të afër konsullor në Gjermani, si në Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich apo Stuttgart. Ambasadori Ajeti ka bërë të ditur se ky ndryshim vjen nga një qarkore nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme e Gjermanisë. Jo vetëm 16 lande gjermane, por edhe mbi 5200 qendra të regjistrit civil në krejt Gjermani e kanë pranuar tashmë një qarkore nga Ministria Federale e Punëve të Brendshme të Gjermanisë, ku janë njoftuar për këndryshim të rëndësishëm për shtetasit e Kosovës, të cilin edhe ne do ta publikojmë. Ata tani tuti do të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës së Kosovës. Bota. Presidenti i Komisionit Evropian është e mendimit se iluzionet për sigurinë europiane janë shkatruar. The European security order is being shaken and so many of our illusions are being shattered. Gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian, Ursula von der Leyen tha se rendi i sigurisë europiane është rënditur thellë dhe iluzionet tona janë shkatruar. We thought we were enjoying a peace dividend, but in reality we were just running a security deficit. The time of illusions is over now. Europe is called to take greater charge of its own defense, not in some distant future, but already today. Ne menduam se po shijonim një dividend paqeje, por në realitet kishim vetëm një deficit sigurie. Europa është thirrur të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, jo një të ardhme të largët, por sot, tha kreu i Komisionit Evropian. Von der Leyen deklaroi se investimet në mbrojtjen europiane janë të nevojshme për shkak të situatës në Ukrainë dhe se është urgjentisht e nevojshme të plotësohen boshllëqet në furnizimin ushtarak të Ukrainës dhe të ofrohen garanci të forta sigurie. Rusia dhe SBA-ja ranë dakord të martën të fillojnë të punojnë për të dhënë fund luftës në Ukrainë për të përmirësuar lidhjet e tyre diplomatike dhe ekonomike, thanë diplomatët e lartë të dy vendeve pas bisedimeve që pasqyruan një pamje në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën presidentin Donald Trump. Në intervistë për Associated Press pas takimit, sekretari i shtetit Marco Rubio tha se është rënë dakord konkretisht për të ndjekur 3 qëllime: rivedosin e stafit të ambasadat e tyre përkatëse në Washington dhe Moskë, për të krijuar një ekip të nivelit të lartë për të mbështetur bisedimet e paqes në Ukrainë dhe për të eksploruar llogaridhënie më të ngushta dhe bashkëpunim ekonomik. Bisedimet midis delegacioneve nga Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara për të dhënë fund luftës 3 vjeçare të Kievit me Moskën u hapën të martën në Arabinë Saudite. Reagimi erdhi disa orë pasi mbrojtja ajrore ruse rrëzoi 337 dronë ukrainas mbi Rusi. Zyrtarët ukrainas thanë se ata do të propozojnë
një armpushtim që mbulon detin e zi për transport më sigurt, ndalimin e sulmeve me raketa me rrezitë të gjatë që kanë goditur civilet në Ukrainë dhe lirimin e të burgosurve. Zyrtarët e lartë thanë se Kievi është gjithashtu i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për aksesin në mineralet e rralla të tokës të Ukrainës. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se delegacioni SBA-s nuk do të propozonte ndonjë masë specifike për të siguruar fundin e konfliktit 3 vjeçar, por donte të dëgjonte nga Ukraina se çfarë do të ishin të gatshëm të merrnin në konsiderat. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.